U kthyem në studio e tashmë është koha për një intervistën e radhës për mes një lidhje direkte. Do të shkojmë në Austri. Atje do ta kemi Valton Halimin nga Mitrovica, po i cili faktikisht ka 30 vite që jeton dhe vepron në shtetin e Austrisë, më konkretisht në komunën e Greifswald. Ai së fundmi ka arritur që të fitojë një ulse si asamblejës në këtë komunë, kështu që për gjithë jetën, karrierën e tij, edhe po ashtu edhe ganën, do i diskutojmë bashkë me zotrin Halimi, cili po besoj kemi gati dhe po i themi mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Si jeni zotri Halimi? Mirë, faleminderit. Për gëzime, themi për detyrën e ne. Faleminderit shumë. Pas të cilës po besoj fshihet një punë e gjatë. Padyshim që e konsideroni si një sukses të jetës tuaj, aq më shumë edhe të karrierës, meqense se për 30 vite tashmë që jetoni në Austri, padyshim që po besoj keni pas përpjekje të mëdha për të gjetur vendin cilin e keni kërku. Patjetër, është një arritje për mu personalisht shumë e madhe. Jam shumë i lumtur që kam arrit pas 2 herë garimi, do të thotë kjo është hera e dytë që garoj, dhe kësaj here kam pas fatin dhe mbështetjen e komunitetit shqiptar, gjithashtu edhe komunitetit austriak, por edhe komuniteteve tjera të huaja që jetojnë në shtetin e Gleisdorfit. Po. Ka qenë një rrugë e mundimshme, por më në fund jam shpërbly me atë mundimin që më në fund në historikun e prej që ekziston qyteti jam do të thotë i pari me prejardhjet e huaj që jam në asamblejën komunale. Okej, po flasim për këtë komunë apo në përgjithësi për gjithë mërgjimtarët cilët jetojnë në Austri? Jo, ka dhe në tjera komuna shqiptar, por për këtë komunën ku jetoj unë, jam do të thotë i pari me prejardhjet e huaj që kam arrit të marrë një ulse në kuvendin komunal. Okej. Zotri Halimi, ishim dalë pak te gana, si ka qenë, si është atje pjesa e votimit, si ka shku gjithçka? Këtu është një garë, dallon shumë me Kosovën. Dallon si proces zgjedhor? Po, me rregulla po. Po, do të thotë këtu nuk bëjmë ashtu Fushat? Urna? Fushat? Fushat, po, nuk bëjmë këtu ashtu fushat intenzive, por këtu e vizitojmë secilën shtëpi me një dhuratë vogël, siç është një moll për shembull, apo një stilograf, apo një diçka shumë thjeshta, dhe vizitojmë secilën shtëpi në qytet. Do thotë jemi shumë antar të partisë, të cilët vizitojnë shtëpitë apo banesat e gjithë qytetarëve që jetojnë në Gleisdorf me një dhuratë simbolike, dhe spari i mundohemi të motivojmë të dalim në zgjedhje. Pastaj e dyta është të kërkojmë votën për ne, natyrisht. Edhe po kështu në për qytete, në për salla sporteve, kështu nuk bëjmë ne fushat. Në qytet dalim për shembull me një kampanje 3 javë të fundit çdo të shtunë, do të dileve janë në zgjedhje, çdo të shtunë dalim me një program shumë modest. Edhe kjo është e tëra për fushatën zgjedhore. Edhe në për rrjetet sociale, natyrisht. Po si janë këto takime? Thatë që është një lloj takimi që në njëjtën kohë motivon edhe ata qytetarë të asaj komune të dalin dhe të votojnë, një lloj ftese, po ashtu bashkëbisedimi, po flitet për problematika, për probleme ndryshme që ndoshta munden me i has qytetarët e asaj komune? Sigurisht që edhe kemi nganjëherë kemi pasur konfrontime pse për shembull na votojnë neve, ata tjerët, sepse siç e dini edhe ju, po e dini edhe krejt Evropa, kush e përcjell pak politikën, është shumë në rritje ky trendi i partive të djathta. Edhe kemi pas pak ramje ne si parti, por sidoqoftë prap jemi më shumë se 2 fish më e fortë se partia e djathtë. Do thotë na ka dëmtu pak, por ju si në nivelin për shembull qendror apo në nivelin e rajonit ku jetojmë ne.
Po, keni 30 vite që jetoni në Austri, po besoj keni shkuar në një moshë shumë të re, apo keni lind atje? Jo, nuk kam lind, faleminderit për komplimentin. Unë kam marrë si 16 vjeçar këtu, jetoj që afër 30 vite, po. Kam ik nga lufta, kjo është arsyeja pse unë e gëzohem shumë këtij fakti, sepse unë jam ikur nga lufta e Kosovës si 16 vjeçar, në vitin 1998 dhe për këtë arsye jam gëzuar më shumë se e reprezentoj vendin tim, sepse po të isha lindur këtu, do të ishte shumë më lehtë. Por ka marrë me një moshë jo bashkë edhe të vogël, ashtu një moshë madhore, shkollën fillore dhe deri në vitin e 2 shkollën e mesme kam kryer në Kosovë. Dhe pastaj kam marrë në Austri dhe kam vazhduar këtu me obligimet edhe me angazhimin tim. Po keni migruar vetëm në atë kohë si 16 vjeçar apo bashkë me familjen? Jo, I vetëm. Për fat keq i vetëm, sepse vetëm mua më kërkonin serbët që shkojnë për ushtri, pa të ndërguar një letër që të lajmërohem në ushtrinë e Serbisë, më të patjetër të iko në perëndim. Edhe vendi i preferuar ka qenë Austria dhe këtu kam vendosur si 16 vjeçar, shumë i ri, agjën veç e kam pas këtu dhe tjetër kërkon. Wow. E gjithë kjo pavarësisht që keni qenë ti po thua në një moshë madhone, 16 vjet je një adoleshent, je një person shumë i aq më shumë me marrë një sfidë të tillë mbi supe dhe kjo i gjithë i vetëm. Si vazhdoi tutje rrugtimi juaj? Migruat në mënyrën jo të lehtëshme, po besoj, si shumica në atë kohë tutje si vazhduat? Vazhduat shkollimin, vazhduat punën, si vazhdoi historia juaj? Po, fillimisht kam fillu me kurset gjuhës. Ajo ka qenë një ndër rrugën më të parë që kam zgjedhë rrugën e gjuhës. Do të them ta mësoj gjuhën, ta zotoj gjuhën dhe aty kam fillu me kurset gjuhës. Pastaj më kanë dërguar një shkollë në klasën e 7 mrapa, do të thotë. Pastaj kam fillu në moshën 18 vjeçare të punoj, se i kem humbë gjitha në Kosovë. Edhe këtu duke punu, kam kryer edhe shkollim. Pastaj jam vendosur me një firmë prej 2010-s me një shok timin, ku aty jam edhe aksionar. Edhe kështu politikën kam fillu që 12 vite, kam pas postet ndryshme këtu në parti dhe erdhë funi me një ulse në asamblejnë komunale. Do thotë, ka një rrugtim i gjatë, po kam kriju familje këtu, familjen më ka dashur ta ndihmoj në Kosovë, si gjithë gërveçar. Kështu që ka një rrugë e mundimshme, por mirë kemi vendosur, mirë jemi, kështu që me vështërsi i kam arrit të gjitha, por më në fund e kam arrit ato pikat që i kam vënu vetës. Okej, zotri Alimi, palan se më ndalë tek jetëja juaj në politikë. Po. Edhe tek partia në të cilën ju bëni pjesë tashmë e sa kohë. Si ka qenë puna juaj e po, në ambientimi me një shtet krejtësisht tuaj, gjuhë tjetën, jetë tjetën, sistem tjetën? Si ka qenë puna parë? Si e nesët, po. Puna parë ka qenë jo ndashta edhe vështirë, kam fillu në punë ku ka punu edhe Agja. Ajo më ka ndihmu pak për fillim. Edhe mas një viti kam fillu punën që jam marrë në Austri. Do thotë jam marrë në 98-ën, në 1999 kam fillu punën. Edhe nuk ka qenë shumë e vështirë. Çka punuat në atë kohë? Po në atë kohë kam punu një fabrikë ku është prodhu çokolada, këto do më thonë iced tea, e pas këtë njësë jetë e nëmbël në Austri. Po, me ëmbël e kom njësë, po.
pak të një fillim i mbanë. Tutje si dole tek politika, e kishit një ndërthat që në momentin që u detynua ta mbraktisni Kosovën edhe qytetin tuaj të lindjes Mitrovicën, keni pas synim që nga fillimi? Jo, të më drejtën absolut, kam qenë interesum, por kryetari që kemi këtu në qytet, kryetari dhe partisë dhe qytetit, ishim në një festë edhe më thapë se s'po vjen të nej mu angazhu politikë. S'pam fort interese për politikës. Jo thana duhet një njëri si ti, që është mirë integrum, edhe kisha pas qefet pas në ekipën time. Thash, po këshyri jemi në kontakt. Edhe unë isha mik me kryetarin, isha shok, edhe e diskutova me familje, pse mos ja filloj, edhe si antar njëherë, si po mas ne erdhen rrjedhen gjanat edhe u kyqa im konë jem kryesinë e partisë për rajonin në Kret këtu ku jetojmë ne. Emri partisë? Emri partisë është ÖFAP, Partia Popullore. Kjo është partia që kemi kancelarin ne që disa vite. Ka qenë ky Sebastian Kurz, njerë kryeministër, pastaj të gjithë kryeministrat i kemi pas ne qëto vitet e fundit, që 10 vitet e fundit. Kështu që nuk është një parti e vogël, nuk është një parti e thjeshtë, një parti që ka pas qeveri dhe ka, po thua. Po, është tash kryeministri i Austrisë. Aktual, Po, i takoj asaj partije, po. Si është të bësh politik në një vend huaj? Ndoshta shumë keni mendje në tek politika e vendit tonë, aq më shumë ju mërgjimtanen që duket që ka një përfshirje shumë të madhe në politikën kosovane. Po, thëm drejtën neve sot që të jetojmë këtu, gjithmonë kemi një mendjen edhe e kthejmë kryt ka Kosova. Por në politikë është pak e vështirë, se politika ndryshon me një kohë shumë shkurt. Edhe është e pa parashikueshme, është shumë e vështirë, së mund kush t'i vjen fije politikës. Kështu që ne dallon shumë politika në Austri me politikën në Kosovë. Çka ka si çështje problematike, përveç asaj që janë gjithmonë ndoshta emigrantët që përmenden? Në Austri? Edhe azilantët, po? Po, për këtë arsye edhe jam kyç, thënë të drejtën, sepse ta mbrojmë mas pari, sepse kërkush nuk e lëshon vendin e vet për qef. Do thotë kërkush nuk ik prej një lufte për qef, kur është vendi i luftës, do thotë njerëzit e lëshojnë për një vend më të sigurt. Po. Edhe jam kyç për mos dëmtohen këta që vinë, do thotë kërkojnë azil, për drejtat e tyre, për komunitetet ndryshme, jo është për shqiptar, për komunitetet ndryshme. Po, duket se është problematika kryesore në Austri edhe në disa vende tjena përëndimone? Si edhe njerë ke pyte se së ndëgjova? Tash duket se kjo është problematika kryesore për vendasit edhe për jo vetëm për në Austriakat, minë po edhe për disa vende tjena përëndimore. Po, këtu po bëjmë politikë këtu partitë e djatha. Këtu do të thotë po bëjmë politikën sepse pse po i pranojnë vendet, do të thotë ata janë partitë e djatha janë mendime që krejt kanë me këthy, do të thotë edhe ata që janë kohë gjatë këtu, por kjo që s'ka mundësi me ndodhe dhe po këtu veç i mashtrojnë njerëz se s'ka mundësi të ndodhe, si ka me këthy në njeri që është integruar këtu si mund ta kthejë, do të thotë është pa mundur. Edhe pa të hujt nuk mund të jetojnë këta. Do të thotë nëse largohen të hujt me 24 ore, Austria falimenton, apo çdo shtet evropian. Sepse ki një pjesë të madhe në për sistemin që këtu ka shumë shtëpi të pleqve. Do të thotë në atë pjesë punojnë 80% të hujt. Edhe ato është kollaps total nëse veç fillon ai me i kthy hujt. Është një politikë që s'ka fundament, por ata shitet dhe bëjnë politikë. Si në Gjermani, si këtu në Austri, si në shumë vendet e Evropës.
Po, faktikisht ka qenë edhe një video që është publikuar në duket nga shteti Gjenman, ose diku atje që është pikrisht si do të dukeshin profesione ndryshme nëse nuk do të kishte azilant edhe emigrant. Ndoshta keni pas rastin ta shihni edhe me të vërtet duke jetë e valë për më shumë në visione cilat padyshim që kërkojnë profesionistë të fushës. Po, unë jam zgjedh para 3 viteve edhe ambasador i integrimit, do thotë ambasador i integrimit i bjen integrationsbotschaft ta gjermanisht. Më ka zgjedh është nën Ministrinë e Punëve të Brendshme. Edhe ne shkojmë në shkolla, promovojmë të arritjet tona të nxënësit që janë të jo vetëm migrant, po nxënës që janë edhe këtu vendor, ju tregojmë se historinë si kemi ardhur. Është shumica janë me prejardhje prej një vendi tjetër, jo vetëm ka dhe të Afrikës, ka dhe të kontinenteve tjera, ka dhe të Amerikës, por që janë ardhur këtu dhe kanë bërë një jetë mirë dhe për që jep rinis këtu që shkolluan në Austri. Po tutje, si vazhdojnë puna një asambleisti atje? Këtu asambleisti në qytetin ku jetoj unë, edhe në qytete shumë tjera, asambleisti du të bëj punën që ka bërë deri me tash, edhe asambleisti është veç një punë shtesë në të cilën nuk mund të jetosh për asaj punë, por do të bëjmë më shumë si në mënyrë vullnetare. E gjithë kjo? Po. Nuk pagueni? Apo si po e mendojmë pjesën vullnetare? Nuk paguhet, jo, është një pagesë shumë minimale, të cilën e marrim, do thotë në varet sa herë kemi mbledhje. Mbledhjet nuk janë çdo ditë, mbledhjet janë çdo 2 muaj, edhe nuk ka diçka tarna të mëdha. Ma shumë nështë me këqyr ku duhet me dalë për festa, me vizitu klubet e sporteve të rinisë edhe kështu, ma shumë nështë harxhoj, por nuk është qëllimi i fitimit, ka qenë qëllimi që të mbetet dikon një emër i një shqiptari që ka garu dhe ka fitu një ulse. Nëse në bëhen mesat apo nipat e mi të din që në këtë vend ka jetu një shqiptar dhe ka lanë gjurmë. Po besoj nëse jam publike ose jo, nuk e di, kjo çështja e buxhetit dhe pakesa si mund të shkojnë në shtetin e Austrisë, po ndoshta është e ponafërt me atë në Kosovë, nëse ke informata? Nuk e di sa paguhet në Kosovë, por këtu është një shumë që është të minimale. Okej. Është shumë e ulët, dhe me thonë. Më varet tash, nëse je asambles në një qytet ku banojnë 300.000 banor, është diçka tjetër, apo ma shumë. Por tek ne kemi afër 12.000 banor, dhe me thonë qytetarë që banojnë në qytetin e Gleisdorfit, edhe këtu është pagesa shumë e vogël. Okej. Zotëri Alimi, kemi pas edhe në asin në intervista tjena ku ndoshta një komunë ose një qytet nga Kosova ka zhvillu takime me një komunë tjetër të një shtetit huaj edhe themi është bënë si një bashkëdyzimi i këtyre 2 komuna në bashkëpunime ndryshme e marrëdhënie. E keni mendu ndoshta ta fusni komunën në të cilën ti je asambleist edhe pse jo edhe me shtetin e Mitrovicës nga Juveni edhe të krijoni komunikim edhe kontakt? Po, pa tjetër që do të punojnë drejtim, kam punuar para se të jam asambleist, që të binjakzohemi me një komunë në Kosovë, dhe jemi në proces të sipër, do thotë, ne jemi duke punu, është pak punë gjatë deri të vjen deri aty, por jemi duke punu në drejtim, gjithsesi. Okej, është komuna jote apo ndonjë komunë tjetër? Jo, për komunë nuk kemi zgjedhur hala. Ende, do të jemi duke punu këtu të rregullohet terreni këtu, pas ne në Kosovë besoj që nuk e kemi shumë problem. Okej, keni opsione. Dëshira ime kështë me qenë Mitrovica, po të shohim tash, gjithë Kosova është e vogël, kështu që nuk kam qef me nda rajonet. Është mirë, ku të bëjmë mirë është për të mirë në vendit tonë. Okej, mbetet me u pa dëni atën, por shpresoj që edhe plani ju të ka me u realizu. Pa tjetër. Zotëri Alimi, faleminderit shumë për në kohën,
e po ashtu dhe për gjitha detajet që ndajt bashkë me ne dhe shikuesit. Ishte kënaqësi, po dëshirojmë shumë sukses në rrugtimin tënë në politik, si asamblesë atje në një komunë të Austrisë që ishte komuna Gleisdorf. Gleisdorf, okej. Gleisdorf, edhe po shpresojmë që kë nuk do të jetë suksesi ti vetëm në politikë, pse jo, ndoshta edhe në kuvend, edhe me vazhdu të tje rrugtimin. Të shofim, shpresojmë, ky ka qenë fillimi, këtu fillojnë do të thotë politikat nga Asamblea Komunale të këshillit deri ku po mrrim, por si thashë më herët, për mu është shumë një privilegj dhe një nder i madh që mund të shërbej vendit ku më ka jap shumë, edhe nuk ka qenë kur mendimi im që të jem për përfitime personale. Për mu ka qenë cilë të arrijë një ulse që të përfaqësoj pikë parë komunitetin tim shqiptar, edhe mas nej, pse jo dhe të punoj për tjera të komunitete, edhe për qytetin ku ne edhe ku po i rriti fëmin e mi, ku po shkollohet. E kështu që kjo ka qenë e gjitha, unë ju falenderoj juve shumë për mundësinë e dhënë, për që të shpalosim sa dhe pak të informacionin nështë të vogla për jetën dhe si që jam duke jetu në këtu në Austri. Shpresojmë herave tjera me informacione më të mira dhe gjithë juve, stafin tuaj dhe televizionin të shtatë, ditë të mirë. Faleminderit shumë. Gjithashtu dhe festën e Bajramit, sepse edhe jemi në ditë të Bajramit. Gjithashtu. Keni Bajram, keni fest atje? Po dje kishim fest, po. Okej, sot jeni në punë me singuni kështu që? Sot me obligime ditore, si javës. Si gjitha ditëve tjera. Faleminderit shumë, ju dëshirojmë festat të mbana, po ashtu një ditë pune të mirë. Ju dëshirojmë shumë suksese. Faleminderit dhe juve gjitha të mira. Tëng.